raportit të shoqërisë me shtetin në funksion të rregullimit të raporteve ose të... Mision duhet ta luajë media. Po përgjithësisht në situatën e sotme do të them pak më thjesht se kryetari i Unionit ekziston një kundërthënie mes kodit etik të qeverisë së sotme dhe parimit të tolerancës maksimale. Ne kemi ndjekur kryetarin e tanishëm të qeverisë gjatë fushatës së tij që propagandonte më të madhe ekzistencën e një tolerance dhe e kërkonte këtë gjë dhe e theksonte jo një herë, madje akuzonte kryetarin e dikushëm të qeverisë për mungesën e kësaj tolerance. Tani media sot, unë besoj se kryetari i Unionit do të vite kjo çështje tek kodi etik i përcaktuar nga qeveria. Media sot përballet përpara një situate që nuk e ka brohoritur. Duhet jemi koshient për këtë. Por unë kam bindjen time që në të gjitha betejat që media ka patur me qeverisjet, jo vetëm me këtë qeveri, media ka dalë fituar. Pse? Sepse media ka qenë gjithmonë partizane e fjalës së qytetarit. Gjithmonë ka përcjell mendimin e qytetarit. Dhe politikanët gjithmonë kanë patur nevojën e medias për të shprehur. Sepse në të kundërt çfarë do të kemi? Do të kemi një problematik të zhvillimit të emisioneve politike. Ato emisione do të jenë të njëkashme ose kao politik i strukturës qeverisë nuk do të jetë prezente. Administrata do të jetë e kyçur në informacionin e saj. Dhe ju e dini shumë mirë që një gazetar për ta dhënë transparent informacionin i duan më shumë se një burim. Ndoshta kjo do të jetë një çështje që do të preket gjatë diskutimit sotëm dhe me kryetarin e Unionit. Në fakt unë e bëra pyetjen pak desha një përgjigje. Është misioni i medias. Është misioni i medias që të pasqyrojë pambarimisht problemet e shoqërisë shqiptare. Në përgjithësi kur marrëdhëniet janë të tensionuar ndërmjet segmenteve të institucioneve shtetërore, policisë, prokurorisë apo edhe shërbime informative, apo edhe institucione të tjera, ka një interes shumë të jashtëzakonshëm publikut. Po nëse media vije përballë këtyre institucioneve, atëherë interesi është edhe më i madh. Jo, atëherë, ky kurs duhet ndryshoj. Ka pafund kanale televizive, jemi të ngopur me lajme të tilla, ky kurs duhet ndryshoj. Qytetari është i lodhur me këtë gjë. Qytetari do transparencë. Jo, qytetari do vërtetësi e medias, prandaj rritet interesi kur përballet media me institucionet. Qytetari do vërtetësi dhe transparencë. Ky do të jetë misioni i medias sot. Po, zoti Muço.